A mund pranoj disidenca pretë që... Ju, Si? jeni autoreferus, Mamica e keni thënë ju. Jo, i thot Rama. Ke disa publike Ramës, Mamica i thot me... Mamica i thot Mamica. Ajo Skënderbej, kuj Mamica. Se kam ndjek. E ka thënë. I ka thënë, po t'i pritë se që keni gjetani që unë do të pjësë edhe si mikë. Pse je ke gjithë të vlerësim për Spiropalin? Çfarë ka bërë për ta merituar gjithë të respekt, por dhe mbrojtje, se ti e bën këtë? Dhe thua hapur, nuk ka. Shiko, me gjitha këto që ka ndodhë, për gjitha Spiropali si figurë e lartë e Partisë Socialiste, që ka pas poste nga më të lartë në Partisë Socialiste, kishte dy rrugë. Ose të heshte dhe t'ikte me bisht në shalë, si shumë të tjerë, ose të... Po për qëfar? Për atë pra që ndodhë në Partinë Socialiste. Po që për ndodhë? Te votimi unë danë, te votimi për imunitet në Ballikut. Luftë garë mes dy femrave? Jo. Qëfar? Ju doni të... Jo, unë si e kam parë dhe qëfar... Nuk kam parë pak. Akti mos pjesëmarrja e Elisa Spiropalit në votimin për heqjen e imunitetit Bilinda Ballukut është akt politik. Ajo duke qenë ministre... Po, e i quhet, akt politik. I quhet, jam dakord. Duke qenë ministre e jashtme, si që gjykoj unë, ajo sigurisht ka qenë e informuar në hollësi se si do reflektoj pranë kryeqyteteve të perëndimit vendimi i Edi Ramës për sfiduar drejtësinë. Dhe do ishte e pa fytyrë nëse duke qenë informuar nga partnerët tanë, do vinte aty dhe do votonte dhe do bëhej një servile e vogël, një konformiste e vogël, minimalisht për mendimin tim, ajo do qëndronte jashtë. Pra nuk ka bërë... Ishte e tillë konformiste për 14 vjetë në pushtet? Sa herë kanë ngritur dhe... Tashi, këtë Jo, thjesht po debatojmë për çpau... Kjo nuk është temë debatit. Po të bësh të debat do thënë, ore Ismail Qemali, ai deputeti servili i sultanit do na shpallë të pavarësinë, po këtë s'marrojnë kurrë, o Klot. To nuk marrojnë kur. Jo, di çfarë po thotë Kloti. To nuk marrojnë kur. Me sa e kuptoj unë Kloti, po thotë që kjo e bëri këtë se u mërzit pasi e hoqi ky. Jo, po ajo është opinion. Po ti kur mos e kishte hequr. Është opinion, po zakonisht. Jo, po ta kishte hequr pyetje për ty. Po të mos e kishte hequr, do ta bënte? Po prap është akt se aty ka shumë veta që janë hequr dhe s'kan folur. Po pra, është kjo bravo. Janë shumë dhe s'kan folur. Është e rrallë Partinë Socialiste që... është akt sepse, po të mos e hiqte, do thosh që do dilte që Rama ishte me Spiropalin e këtë rast. Pra, Rama duke e heqë, ka bërë një ndarje në parti. Ai imponojnë Partinë Socialiste, se unë njoh me 10 aty që s'kan dash të votojnë, imponojnë me fuqinë e vetë pushtetit, votën. Kjo i rezistoj. Dhe kjo mund duket një akt kurajoz, i fuqishëm, i fortë. Nuk rezistoj. I shoqëruar, sepse ka dy gjëra ylli. Ka e para akti, e dyta, pra çfarë thua, e dyta si i thua. Ka shumë rëndësi si i thua. Elisa i thot shumë bukur këto. Dhe ajo që thot Elisa, ju shikoni shumë mirë dhe po do ju ftoja ta shikoni drejt, dhe ta analizoni drejt, ajo është si skandër i gjithë problemeve që kanë dekantuar edhe duke qenë ajo aty. Po gjithmonë del një zë brenda një formacioni politik që i nxjerr, i artikulon në këto probleme që kanë dekantuar. Për mua ajo është skandër një kazerme, e kam thënë disa herë, por nuk duhet impaktoj raportin e Elisës, ajo do menem partinë e vetë dhe synon që ta reformoj. Por tek e fundit, te kjo e fundit, Elisa ka reaguar ndaj qëndrimit e Edi Ramës... Emrat të tjerë të Partisë Socialiste, mos bëjmë tani sikur s'dim gjërat. I dim pa. Arben Malaj, që pavarësisht se media, që është përgjithsisht në duar të Partisë Socialiste, të Edi Ramës, ditë për ditë del dhe bën vërejtje të panumërta, vite të tëra, po jo, po tani mos më nëzirë mua të njeri, se na vjen për të jo, mos vjell njeri që pasi e që Edi Rama... Kjo është deputet. Kjo është mos vjell hiq, sepse... Garancia, a i ka 20... A i ka në permanente vite të tëra që e thotë të gjë. Baje veten... Jo, unë mbaj veten, po se mbaj do të cityri të rast. Jo, mbaje veten, sepse nuk je koherente, Ylli. Erben Male ka viti që s'është aty. S'është. Ai ja bën si unë me PD-n. Tashi,
fjala ime nuk peshon sa po dilte të zem kush e di, këtë marrën për të, Luciano Boqin për të. Nuk, do t'jemi realist në politikë. Aja është si unë, me PD-n, aja është... Dalin e do të shojmë në diti të Tani e shojmë, ta mbyll të Do të shojmë në diti të vinë. Ta shojmë, ja ta mbyll me këtë. Ajo është përgjigjur Edi Rama, se kjo ka rëndësi. Po pse nxjerrë, se tani duke që më Jo, nuk po nxjerrim, jo. Jo, më nuk po nxjerrim, po kur më Kuptoj, dhe dyeri janë nxjerrur për këtë arsye. Nuk nxjerrim, jam shumë i qetë dhe mjef se Për këtë gjë se ti s'nxjerrësh kur. Jo, pra dakord, nuk po nxjerrim, nuk po nxjerrim. Jo, po bëjmë pak, kemi e thënë drejtën. Do ta nxjerrin nga Tani Shina. që do ta nxjerrësh nga Shinat, kjo është e qartë. Më fut mani mua, po. dakord, Tani që do ta nxjerrësh unë nga nuk Shinat, gjej pranoje. arrim pak, sepse nga që mbot pyetjet e fillimit hargjova kohë. Kjo së fundi ju përgjigj Edi Ramës, i cili, se harrojmë ne këtë, i tha, ma e mendë që po them, i tha, këtu është e bardha, tu është e zezë. Pra gjithë partia socialiste ishte e bardha, kjo ishte delja e zezë. Prit. Pas ti kjo të bardha është... Nuk të lë ta mbaroj. Jo, po do ta marrë se Se kuptoj popullata që Elisa Popullata është e bardha, Popullata do kuptoj këtë gjë që kryetari i Partisë Socialiste mendon se kazerma e tij është e bardhë ose partia e tij për të është e bardhë dhe gjithë pjesa tjetër e shoqërisë është e zezë. Po ky është një vizion e mendon Rama kështu duhet. bardhës, po jo mendon, po është fakt. I tha, o do rish këtu te e bardha, Po. pra edhe është dhe piktor, do të operoj piktori vetëm me dy ngjyra bardhëzi, po kjo bardhëzi ylli i përgjigjet një vizioni manikeist që quhet, Po ka dhe që ka pjell diktatura, autokrat, Jo. vizioni bardhëzi, Po në artë, për shumë bardhëzi, prapë ka në kryevepra. në politik, vizioni Ne bardhëzi dëmë njohim të dy artin. është stat autokracie në nivelit lartë, sepse është studiuar në politologji, s'po i hy këtu. Tani, Elisa mbas ja dha dhe paralajmërimin, dhe pas i e quajti zezë gjithë pjesën tjetër shoqërisë, pra që është shumicë në krahasim me PS-n, dhe në qoftë se s'doni ta mendoni kështu, është puna juaj si e shihni, Elisa, kur mendoj se tani, dhe më thënë, i ka hytë merri Elisës, se tani ai ja hodhi paralajmërimin, i përgjigjet me një status. Dhe ka numru një 5 a 6 nëse aty. Nëse kjo është ndaluar për jashto. Nëse nuk lejohet kjo... Këto nëse janë një... Qëse janë 5 maska që duhet heqë Edi Rama për ta përjashtu. Edhe dalë një ndërë, për gjithë, se për ata që kuptojnë nga politika kanë kuptu, dalë për gjithë që edhe aty është një kazerë që mendimi ndryshë, mendimi tjetë. Tani, diskutimi se kush është Elisa, nga vjen Elisa, kjo nuk në ndihmon për të analizuar. Ajo ka bën një kapërcim, dhe çdo njeri bën një kapërcim në një moment. Se ku do shkojë, unë nuk e di.